Përshëndetje dhe është një kënaqësi e madhe si gjithmonë të jem pranë jush live në RTV Dukagjini për të rejat më të fundit të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale që në vërtetë domethënë janë bërë shumë virale globalisht në gjithë mediat international, domethënë janë duke folur dhe realisht konceptet të reja po dalin. Dhe për ne teknologjisë janë vërtet çuditshme, por i shikojmë goxha afër pamës, madje disa gjëra kanë hyrë domethënë. Cilat janë këto konceptet e reja faktikisht që kanë dalë edhe që mund të konsiderohen pak a shumë temi të çuditshme, ndoshta edhe të pabesueshme? Ajo që unë faktikisht kam parë, domethënë disa pika, ka qenë gjëja e parë dhe më kryesore, domethënë është që paraja do konvertohet. Pra nuk do kemi më para cash, por do kemi vetëm para digjitale. Që do thot pikërisht pra në anë të paras digjitale, domethënë po kanë filluar aktualisht edhe që është parashikuar në përpara, të gjithë kanë debit card, credit card, smart banking me aplikacion, por që paraja globalisht për një kohë shumë shkurtër do zëvendësohet. Madje për shembull dua të jap një shembull shumë interesant, me që kam edhe vetë atë eksperiencë në Suedi që kam jetuar gati 2 vjet, është e pamundur përveç Stockholmit që është metropoli, domethënë që turistët kanë vendin e vet, por në çdo qytet tjetër të Suedisë është e pamundur që të përdoret para cash dhe vetëm funksionojnë në para digjitale. Që do thotë domethënë është e vështirë. Unë për shembull kam pasur një rast shumë interesant të vështirë që atkoh para 3-4 vjetësh që isha në emergjencë për të marrë një telefon dhe nuk e bleja dot me para cash. Nuk e pranonin domethënë për qamet. Kërkonin vetëm me anë të kartës ose me anë të smart banking app. Pra një tjetër, A i bie kjo që së shpejti me inteligjencë artificiale paraja fizike do të jetë inekzistente? Patjetër, unë mendoj që shumë shpejt kjo do vi, domethënë për vetë faktin për të evituar evazionin e tjera apo paranepisë që ne i themi ose evazionin fiskal, paraja digjitale do jetë ajo që do jetë domethënë pjesë e njerëzimit, nuk do ekzistojë me paraja cash. Pra vetëm me smart banking, me aplikacione, me kartat e debitit, me credit cards e tjerë. E shikoj shumë të arritshme këtë pjesë për vetë faktin se kjo ka filluar. Në vendet e zhvilluara kryesisht në vendet nordike, skandinave, domethënë duke filluar Norvegji, Finland, në Suedi, deri diku në Danimark apo në atje në Island në Reykjavik, kjo ka filluar që të përdoret vetëm me para digjitale, pra për të evituar evazionin fiskal. Unë e shikoj që kjo ka filluar ty dhe gradualisht, domethënë do bëhet pjesë e njerëzimit. Një tjetër gjë që unë kam parë është që shumica për telefonat, për smartphone-ët, ata do karikohen domethënë mjafton vetëm me një ingranim në prizë. Pra mjafton që të futesh pak në prizën e smartphone dhe bateria e telefonit do karikohet 100% për një kohë shumë shkurtër. Kjo do të ishte mëse e mirëseardhur, ndoshta do të ishte zhvillimi më i pëlqyer që sjell inteligjenca artificiale për të gjithë njerëzit. Ka dhe diçka tjetër interesante që unë kam parë kohët e fundit, që bateria e telefonit do zgjas deri në 100 vjet. Deri në 100 vjet. Deri në 100 vjet. Këtu flasim për nanoteknologjinë, për qelizat battery cells, nëse kemi parë ato qelizat e baterive, gjatë të cilës upgradohen etj. Dhe me anë të teknologjisë që po implementohet kryesisht me nanoteknologjinë, imagjino që të futesh në telefon, që të karikohet 100% për pak sekonda dhe të jetoj këtë bateri deri në 100 vjet, ku ka më mirë mos e karikoj me telefonin fare, do ishte fantastike. Dhe kjo duhet të jetë mirëseardhur. Po, një tjetër gjë që do të sjellë inteligjenca artificiale? Sepse unë të gjitha çfarë i kam studiuar pikërisht pranë këto mediat international, i kam futur domethënë i kam ekstraktuar në një tablet. Një tjetër gjë që unë pikërisht më është dukur shumë interesante ka qenë fakti dhe sigurisht e kemi përmendur deri diku që njerëzit nuk do kenë më shok të tyre njeri, por do kenë shokun e tyre digital. Pra shokun AI. Kjo ka filluar realisht në së miri, sigurisht për shembull unë si inxhinier biomjekësor e kam shokun tim të mbushur ChatGPT apo Copilot që ka përmendur ti për çdo informacion, për çdo opinion, për çdo konsulencë, mjafton u shkruaj një pyetje sigurisht në anglisht, meqense informacioni është më i gjerë gjatë, është më i madh në gjuhën angleze, sepse anglisht është gjuhë international. Dhe për mua unë shikoj në mënyrë konkrete që AI është bërë shoku im i ngushtë. Gjithkohon që na njerëzimtarët me laptop, me telefon e tjerë. Pavarësisht se jemi të fushës. Një tjetër gjë që aktualisht kam parë është bariera gjuhësore. Kjo është shumë interesante.
çfarë ndodh për shembull, dy evolucionet më të mëdha të teknologjisë dhe të programimit kanë qenë gjatë disa periudhe, kanë qenë Google Map, ka qenë edhe Google Translate. Që do të thotë për shembull para 20 vitesh kella vjen ne nuk dishim itineraret sepse nuk i mbani mend, ndërkohë që me azhurnimin e Google Google Map ne gjejmë çdo gjë të mundshme, çdo lokacion dhe pa qenë një herë, domethënë të kjo është një shëllimator. Mandi dua të dalim edhe në një pikë tjetër, e cila faktikisht për njeriu mund të duket edhe është faktikisht deri në këtë pikë e pa besueshme dhe e pa arritshme. Ka qarkulluar faktikisht edhe si opcion që me zhvillimin e inteligjencës artificiale njerëzit do të arrijnë të bëjnë diçka që nuk ka ndodhur më parë, komunikimi me kafshët. Më së pritshme. Unë nuk e shikoj të çuditshme, madje unë e quaj këtë një arritje për një kohë shumë shkurtër, përse duhet të analizoj këtë. Analiza qëndron se si ne përshtatemi që ti zbusim kafshët, ose që kafshët të përshtaten me gjuhën ose me sjelljet njerëzore. Tu ka diçka, domethënë është përshtatja, pra kafsha mund të adaptohet me njeriu. Zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale unë mendoj që mund të ekstraktoj frekuencat e zërit dhe mund të krijohet një aplikacion, domethënë që mund të përkthej këto frekuencash në mendimet të cilat ata kanë. Pra mund të ndodhë një gjë e tillë sipas teje nuk është e pakapshme, nuk është e pa arritshme dhe nuk është e çuditshme. Jo, nuk është e çuditshme, unë faktikisht kjo nuk ka qenë e çuditshme sepse ne kemi parë që kafshët përshtaten me njerëzit apo po në çfarë forme do të arrihet, në çfarë forme mandi do të arrihet një gjë e tillë? Si është menduar ose dihen detaje si është menduar, në çfarë forme do të jetë komunikimi, sepse realisht duket e çuditshme. Brenda 50 vjetësh unë mendoj apo 30 vjetësh unë mendoj që kjo mund të arrihet, sepse gjitha ka të bëjë pikërisht pra me ose më saktë me teknologjinë me AI-n, gjatë të cilës si mund të them, kur kafsha gjeneron pikërisht pra audio ose kur gjeneron një zë, kuptohet kapen disa frekuenca dhe normalisht që kafsha nuk e di gjuhën tonë, por që mundohet të shpreh diçka. Atëherë sigurisht me anë të teknologjisë mund të bëhen studime të tilla gjatë të cilës kjo mund të tregojë njerëzimit ose njerëzve se çfarë po shpreh. Domethënë cila është çfarë po shpreh. Më duket edhe mua pak e çuditshme, por me AI-n që po zhvillohet kaq shumë masivisht, e shikoj një gjë të pritshme. Po Mande shumë interesante. Mande dua të ndalim tek një pikë, meqense edhe jemi edhe në fond këtë. Turizmi kozmik. Po. Turizmi kozmik është pritshmëria e epokës. Sot, apo dhe pak më përpara, kemi parë një konkurrencë shumë të fortë midis Elon Musk, të kompanisë SpaceX dhe Jeff Bezos me Blue Origin, gjatë të cilës ata arritën që të dërgojnë pikërisht pranijës dhe parë jashtë orbitës së Tokës. Kjo do jetë një sulm i madh i agjencive turistike për të ofruar pikërisht pra guida turistike jashtë orbitës së Tokës. Kuptohet me një çmim shumë të kripur, sepse të shkosh jashtë orbitës së Tokës siç ne pam Katy Perry apo me dashur në Jeff Bezos që realisht ato mund të qenë dhuratë e Jeff Bezos, por që gjatë analizave në mediat international, për shembull në New York Times e kishin nxjerrur që çmimi i një postacioni për të fluturuar shkonte gati 20-30 milion dollar. Tash të gjithë duam të shkojmë jashtë orbitës, të shikojmë planetin blu, të them mrekullinë e planetit blu. Mendoj që kjo do jetë shumë e prekshme në vitet të vazhdimit. Turizmi kozmik. Po. Ajo që kam prekur diçka tjetër lidhje me këtë, që i hyra pak më përpara, kemi të bëjmë me barrierat gjuhësore. Zhvillimi i aplikacioneve të ndryshme Google Translate mund të avancuar dhe i bën njerëzit apo qytetarët të gjithë në çdo pikë të globit që mos kenë nevojë të mësojnë një gjuhë tuaj. Por që mjafton, siç ka filluar deri diku, me aplikacionet me Google Translate ti flet gjuhën tënde dhe shkon kryqëpa në Japoni apo në Tokyo, edhe nuk din japonishtën dhe flasin në një gjuhë dhe ose në mënyrë koreale automatikisht në gjuhën respektive. Kështu që barriera gjuhësore do evitohet. Po, mande faktikisht është e pritshme që inteligjenca artificiale të na befasoj, pavarësisht që unë në këndvështrimin tim personal, këtë gjën e komunikimit me kafshët po e marr kogja me rezervë. Bota e teknologjisë do na drejtoj. Patjetër që po, është dëshmi e gjallë deri më tani. Mandi unë
të falenderoj shumë që edhe sot gjete kohë të na bashkosh në rreth rrotull, e njëkohësisht të uroj një vit të mbarë dhe gjitha të mirat. Për mua ishte një kënaqësi mjaft e madhe që isha pranë jush në RTV Dukagjini dhe uroj të gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës që i kemi për zemër një vit sa më të mbar edhe të jenë sa më mirë. Po, falenderit shumë. Mandi kishim në lidhje të drejt për drejt. Erman Metenika nga Tirana.